Krishti u ngjall. I nderuarat, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, në këtë të diel të 4 të Pashkëve ose mbas Pashkës, në të Kishterë Ortodoks dëgjojmë nga ungjilli sipas Joanit një mrekulli të Zotit Krisht, të cilën e bëri në Jeruzalem. Ashtu siç na thuhet tek ky ungjill me këto fjalë. Pastaj judejt kishin një fest dhe Jesu i shkoi në Jeruzalem. Në Jeruzalem, afër portës së dhënëve, kishte një pishinë me 5 portik që në hebraisht quhet Vitesla. Atje derdhej shumë të sëmurë, të verbër, të qalë, të paralizuar. Aty ishte një njeri i sëmurë i cili kishte 38 vjet që vuante. Jesu kur e pa që derdhej i sëmurë dhe duke ditur se kishte shumë kohë që vuante, i tha: "A dëshiron të shërohesh?" I sëmuri u përgjigj: "Zotëri, nuk kam njeri që të më fusë në pishinë kur trazohet uji. Kur përpiqem të hyj unë, dikush zbret përpara meje." Jesu i tha: "Ngreu, merr shtrojen tënde dhe ec." Ai njeri u shërua në çast, mori shtrojen e tij dhe eci. Por meqense atë ditë ishte e shtunë, judejt i thanë të shëruarit: "Sot është e shtunë dhe nuk lejohet të mbartësh shtrojen." Ai u përgjigj: "Ai që më shëroi më tha: merr shtrojen tënde edhe ec." Ata e pyetën: "Cili është ky njeri që të tha merr shtrojen tënde dhe ec?" I shëruari nuk e dinte kush ishte, sepse në të vërtetë Jesu i kishte humbur mes turmës së njerëzve që ndodheshin aty. Më vonë Jesu i e gjeti atë në tempull dhe i tha: "Ja ku shërove, mos më kato më, mos të ndodhë ndonjë keqje më e madhe." Ai njeri shkoi u tregoi judejve se ai që kishte shëruar ishte Jesu. Kjo pra është pjesa që dëgjojmë sot nga ungjilli sipas Joanit, është një pjesë e cila ka shumë kuptime brenda, që ne duhet të rinim shumë gjatë këtu për ta interpretuar të gjithën. Por le të flasim për disa gjëra. E para duhet kuptojmë se në Jeruzalem ishte një pellg ujë ose një pishinë me 5 kamare ose portik, ku një angjëll her pas here vinte dhe trazonte ujërat. Në këtë çast, njerëzit që ishin aty rreth e rrotull pishinës dhe ishin njerëzit e sëmurë, të qalë, të verbër, të paralizuar, duhet të hidheshin në pishinë, por vetëm i pari që hidhej në pishinë merrte këtë bekim nga Zoti nëpërmjet angjëllit pra të shërohej nga çdo sëmundje që kishte. Ishte një bekim që Zoti e kishte lënë në Jeruzalem dhe që të gjithë të mos haronin Perëndin, mjekun e shpirtrave dhe trupave. Por shërimi në këtë pellg ishte, si them, i kufizuar. Vetëm një njeri mund të shërohej. Dhe mendoni se kur vinte angjëlli dhe trazonte ujërat, çfarë bëhej aty? Të gjithë dyndeshin për t'u hedhur në ujë i pari. Ata ose të afërmit e tyre i merrnin këta të sëmurë dhe kërkonin të hidhnin në ujë. Jo më kot është na thënë kjo mrekulli për të na treguar se dhjata e vjetër, të cilën e përfaqëson ky pellg ujit, ishte e kufizuar për ta shpëtuar njeriu. E kishte hirin me kufi. Kurse tashmë në këtë pellg vjen Jesu, i biri i Perëndis, bër bir njeriu. Perëndia vet vjen dhe viziton popullin e tij për të shëruar çdo sëmundje dhe lëngat. Jesu si Perëndi shikon të gjithë njerëzit që ishin aty të shtrirë ose që qëndronin dhe prisnin lëvizjen e ujit. Dhe midis atyre dallon njeriu i cili kishte problemin më të madh, një paralitik, 38 vjet i paralizuar, që nga rinia e tij dhe deri në atë moshë ku ishte, pra gati kishte kaluar ndoshta në mes të jetës ose edhe plakur, ishte një paralitik.
Jo vetëm që ishte i paralizuar, pra i vdekur për së gjalli, por ai ishte dhe i vetëm, nuk ishte më njerëz. Dhe rinte aty me një shpresë që duke e pamundur, se tham që vetëm një njeri mund të shëroj. Por ky s'kishte as kënd, as duar, madje nuk ishte as të afërm dhe ata e kishin braktisur, e kishin lënë vetëm në fatin e tij të keq. Të dashur të krishterë, fatkeqësisht edhe sot ka njerëz si ky paralitik. Njerëz paralizuar, njerëz me sëmundje afatgjate, të cilat kanë mërzitur dhe të afërmin e tyre dhe i kanë braktisur. I kanë lënë të vetëm në shtëpitë e tyre, ose në spitale, ose në qendra riabilitimi. Dhe ata jo vetëm që janë të smur dhe kanë probleme me shëndetin e tyre, me jetën e tyre, po janë edhe të vetmuar. Sepse ndonjëherë sëmundja mërzit jo të smurin, por dhe ata që i shërbejnë atij. Po ja, brenda kësaj situate të pashpres, vjen një suj dhe shkon drejt për drejt tek ai person. Dhe i bën një pyetje që ne na duket pak e çuditshme. A do të shërohesh? Si mund t'i thuash një njeriu që është i smur aq më shumë për një kohë aq të gjatë, a do të shërohesh? Patjetër që ai kishte vajtur atje për të shëruar. Por a mund gaboj Jesui? Asnjëherë. Pyetja e tij ka një kuptim shumë të madh. E para do të kuptojmë se sëmundja e këtij paralitiku, por çdo sëmundje që kap njerëzit, madje edhe një gjendje virale që ne na duket kështu e rastësishme, nuk është kot. Vjen me lejen e Perëndis, por është pagesë e mëkatit. Po mos kishte mëkat, nuk do kishte sëmundje. Prandaj ne smuremi se kemi mëkate personale, prindërore, kolektive. Dhe ndonjëherë kur mëkati është i madh, edhe sëmundja është e madhe. Dhe ndonjëherë e pashërueshme, sepse njerëzit nuk pendohen për mëkatet e tyre. Kjo është arsyeja që ka njerëz sot që të sëmur e vërtiten në për spitale, vuajnë në për terapira dhe prap diagnoza nuk u gjendet ose shërimi nuk e marrin. Pse? Nuk e kanë problemin me shëndetin fizik, sa e kanë problemin me shëndetin moral, sa e kanë problemin me mëkatin. Dhe çfarë ndodh? Njeriu mëkaton me vullnet. Do dhe mëkaton. Nga kjo përjashtojnë vetëm fëmijët. Por një fëmijë mbi moshën 11 vjeç, një i rritur është i ndërgjegjshëm për atë çfarë bën. Prandaj që nga kjo moshë fillon dhe gjykimi. Dhe kur janë fëmijë, duhet pendohen prindrit për mëkatet e tyre, të korrigjojnë dhe të heqin dorë nga mëkatet e tyre. Kur janë të vetëdijshëm dhe të rritur, duhet ata vetë të reagojnë për mëkatet e tyre. Dhe njeriu mëkaton me ndërgjegjet e prandaj smuret. Prandaj dhe Krishti i tha, do të shërohesh. A ke dëshirë të shërohesh? Të dashur të krishterë, ne shpeshherë mësohemi me sëmundjen, që është pasojë e mëkatit. Sepse mësohemi me mëkatin, prandaj dhe sëmundja na duket normalitet. Por Krishti kërkon na liroj nga robëria e mëkatit, na vën në punë gjithë vullnetin tonë, që ta kundërshtojmë me vullnetin tonë mëkatin dhe sëmundjen. Mos të nënshtrohemi. Edhe ai na jep këtë fuqi, në qoftë se ne me liri të plot shkojmë tek Jesui dhe i themi, po, dua të shërohem. Do thonë juve, po mirë, neve s'kemi paralizë. Dakor, ne s'kemi paralizën trupore, po kemi paralizën shpirtërore. Kemi mëkatet që paralizojnë shpirtin. Kemi veset, kemi pasionet. Dikush është inaqi, dikush është zëmërak, dikush është xheloz, dikush është epshor, dikush është gënjeshtar. Të gjitha këto janë sëmundje që i ka shpirti dhe çojnë në sëmundjet e trupit. Dhe Krishti na thotë edhe neve sot, mua dhe juve, a doni të shëroheni nga sëmundjet e shpirtit tuaj, që paralizojnë shpirtin dhe trupin? Na bën një pyetje të gjithëve. Dhe nëse kemi ardhur këtu në kish, nuk kemi ardhur këtu thjesht të relaksohemi. Kemi ardhur sepse kisha është spital
dhe ne jemi të ndërgjegjësuar për mëkatet tona dhe këto mëkate që pasojnë në sëmundje shpirtërore trupore, duhet t'ia japim, t'ia drejtojmë Krishtit dhe t'i themi, Zot, më shëro nga kjo sëmundje. Të jemi të ndërgjegjshëm çfarë kemi sëmundje shpirtërore, çfarë vesi, çfarë pasioni kemi, çfarë dobësie kemi. Dhe jo të lutemi kot pa kuptim. Dhe jo të themi e di Zoti. Jo, duhet ta dim neve çfarë kemi dhe çfarë nevoje duhet t'ia drejtohemi Krishtit për të na shëruar. Dhe Krishti e shëroi këtë njeri. E ngjalli, po të themi, sepse ai ishte një i vdekur për së gjalli. Dhe i tha, merr shtrojën tënde dhe ec. Merr kravatin tënde dhe ec. Shërimi ishte menjëhershëm. Nuk ishte një shërim gradual që mund të vi nga një terapi. Fuqia e Zotit ngjall të vdekurin. Fuqia e Zotit të rëpërtërin në çast. Por, çfarë bëri Krishti që e shëroi kaq shpejt? Krishti largoi mëkatin nga ai njeri, sepse Krishti e mori mëkatin në veten e vet. Ashtu siç thuhet edhe tek profeti Isaia, për shkak ai mori mbi vete mëkatet tona. Dhe këto Krishti i mori dhe vuajti në kryq, i pagoi. Prandaj, kur lirohet njeriu nga mëkati, atëherë fillon shërimi. Kjo është arsyeja që kisha gjithmonë na fton në pendim rrëfim. Të vijmë, të pendohemi dhe të rrëfejmë mëkatet tona. Dhe pastaj të marrim misterin e fqelisë, që është për shërimin e çdo sëmundje. Dhe pastaj mund të shkojmë tek mjeku. Kjo është rruga që duhet ndjekë një besimtar. Dhe ajo që mund themi është që Krishti e takoi këtë njeri në tempull, kur ai kishte vajtur për lavdëruar Perëndin, duke i thënë një fjalë. Shiko, tani u shërove, por kujdes, mos më kato më që ndodhi një keqje më e madhe. Krishti nuk i tha këtij personi, bëj pak mëkate, mos më kato më. E keqja jon është se neve njësohemi me mëkatin. E themi, s'ka gjë, se të gënjejmë pak, të vjedhim pak, të mashtrojmë pak, të gjykojmë pak, të zemërohemi pak, s'ka gjë. Ne nuk bëjmë gjëra të mëdha, ne nuk vrasim, ne nuk presim, ne nuk përdhunojmë. Jo të dashur të krishterë. Krishti nuk pranon asnjë mëkat, as me mendim. Prandaj dhe kur mëkati yt është tek mendja jote, aty do ta luftosh, aty do ta largosh dhe mos ta pranosh, se çdo mëkat ka shpagesën e vet. Pavarësisht se mbase nuk është mëkat i vdekshëm, por prap mëkati sjell pasoja psikologjike, fizike, personale, familjare, shoqërore. Dhe mos më kato më që ndodhi një keqje më e madhe. Ne dim të në kish. Zoti na mëshiron, na përdallen, na shëron. Por e keqja është, siç ndodhi dhe me këtë person, ne harrojmë mëshirën e Zotit. Dhe çfarë bëjmë? Kthehemi prapë tek mëkati. Ashtu si dhe ky person harroi çfarë i dha Krishti, e ngjalli për së vdekursh. Çfarë bëri ky person? Me njerë kur mori vesh kush e kishte shëruar, shkoi dhe e tradhtoi Krishtin dhe e spionoi Krishtin. Dhe ju tha judenve, armiq të Krishtit, kryeprifterive dhe prifterive, Isui, ai më shëroi. Dhe do të marrni mend një ngjarje. Kur Zoti Jezu Krisht u arrestua dhe u vendos përpara Sinedrit, një nga shërbëtorët e kryepriftit e qelloi me shuplak Krishtin. Dhe Krishti i kthehet. Pse më godet? Në qovë se unë thash të vërtetën, pse më godet? Po në qovë se fora gënjeshtër më thuaj. Kush ishte ky? Ishte ky pra, që e shëroi Krishti prej 38 vjetësh, i cili harroi çfarë i bëri Krishti. U bë servili kryeprifterive dhe për treguar se ishte me ata, e qelloi Krishtin. Ja pra, çfarë ndodh? Mos mirënjohja është një nga mëkatet më të mëdha që mund të kemi. Që e marrim nga Zoti mëshirën edhe harrojmë Zotin. Dhe kthehemi prapë tek mëkati. Dhe pastaj ndodh një keqje më e madhe se ç'kishim më përpara mëkatit. Kjo është arsyeja që shpeshherë Zoti nuk na shëron. Edhe pse i dëgjon lutjet tona, edhe lutjet e priftit, nuk na shëron, sepse thot po të shëroj ty, ti prapë do mëkatosh. Trupin tënd do ta përdorësh për pasione ose për mëkate. Prandaj më mirë të duhet barra e sëmundjes se sa
ti t'jesh i shëruar dhe të mëkatosh. Zoti nuk interesohet për këtë jetë. Kjo jetë është një çast. Zoti interesohet për përjetësinë. Prandaj kur së muremi, shikoni si shkak i mëkatit, por dhe një ekonomi të Zotit, që na lejon të jemi të sëmurë në barrën e sëmundjes që mos mëkatojmë më, ose të parandalojmë mëkatet. Thuhet në traditën e kishës që ky person është dënuar që mos vdes deri në ardhmën e dytë të Krishtit. Dhe ky njeri e kërkon vdekjen dhe nuk e gjen, sepse bëri një mëkat shumë të madh. Haroi atë çfarë i bëri Krishti dhe i qelloi me shuplak padrejtisht Krishtin. Kështu ndodh edhe me ne. Në qoftë se ne harojmë ato çfarë na bën Perëndia, që na fal, na shëron, na liron dhe kthehemi prapë tek mëkati, një keqje më e madhe do të na ndodh dhe nuk ka të keqje më të madhe se sa të vdesim me mëkat. Ai që vdes me mëkat, ai do shkojë në ferrin e përjetshëm. Do të dëshirosh të vdesësh dhe nuk do vdesësh dot, e do vuash përjetësisht. Prandaj të dashur të krishterë, le t'i japim vëmendjen e dur kësaj që dëgjojmë, që nuk është vetëm një histori e largët, është një aktualitet për neve sot. Dhe fundi që do të them është se larja në këtë ujë simbolizon pagëzimin. Prandaj dhe kisha ka vendosur, jemi në periudhën paskale, jemi në periudhën kur të krishterët pagëzoheshin, dhe pagëzimi është ai që fal të gjitha mëkatet, është pagëzimi që shëron shpirtin edhe trupin. Dhe ripagëzimi, që quhet pagëzimi i lotëve, është pendim rrëfimi. Kjo është rruga më e sigurt dhe më e shpejt e shpëtimit në Zotin. Amin.